Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma të ndëruar shikues kudo që jeni, kriza politike në Kosovë po prodhon konsekwenca direkte për një mjedis të bërit biznes, për idenë e premtimit që biznesi funksionoj pa lëkundje politike, me idenë që ky biznes që është aktualisht në Kosovë funksionoj me parashikueshmëri në të bërit biznes, rrjedhimisht për të shtuar vendet e punës, për të rritur kapacitetet e çdo lloj planifikimi edhe për eksport, edhe për konsum të brendshëm. Gjendja sipas njohësve të ekonomisë është mjaft kritike. Eksportet e Kosovës janë në shifra të frikshme, të ulta, me pak se 1 miliard euro. Importet që janë që po bën Kosova janë gati 7 miliard euro, një disbalans i thellë dhe një deficit i frikshëm, po them, tregtar. Dhe dje ministri detyri financave Kuran Murati u lavdrua me ekonominë e Kosovës, me gjendjen e përgjithshme të saj, duke e bërë një postim në Facebook, e duke thënë që Kosova do të ketë rritjen më të lartë ekonomike për vitet e ardhshme, sipas një raporti të bankës të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhe kjo rritje shpejt e vetme e Kosovës ndër vendin e Evropës 3.95%. Kam ftuar profesorin e njohur të ekonomisë, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, për të diskutuar mbi krizën politike që ka sot Kosova tash 2 vite dhe mbi mënyrën se si operon biznesi në këtë midis. Zoti Gërxhaliu, faleminderit shumë. Kënaqësi të jemi ju falë për ftesën e rritë. Do doja një vlerësim, analizë tuaj mbi atë se çfarë tha zoti Kuran Murati mbi rritjen ekonomike 3.95%, bazuar në vlerësimet që ka bërë FMN. Me thënë të drejtën, qytetarët e Kosovës tani veç janë kalitur që të mos besojnë në deklarata të tilla, qoftë që vinë nga institucionet, po kanë qenë një zë kritike dhe ndaj qasjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, sepse vërtet ata dhajnë rezultate sakta, dhëna të gabuara. Kosovë si do substancë ekonomike, dhe nëse ata vinë në misione monitoruese dhe analizojnë vetëm 2 parametra, siç është stabiliteti bankar dhe likviditeti makrofiskal, nuk nënkupton që ata 2 parametra janë realiteti ekonomisë kosovare. Kosova sot jeton në një inflacion që ka të i kalu 7.5%, Kosova ka një stagnim në rritje ekonomike i parapar mbi 4%, që tani është nën 3%, dhe kur krisa i shtohet fakti që në vitin 2025 ne kemi importu madhra në vlerë prej 7 miliardë 300 milion euro dhe kemi një kurrë të eksportit të produkte made in Kosova, besoj që janë cifra alarmante të cilat duhet të analizohen dhe jo në këto premtime që vijnë nga jashtë të krijojmë një eufori apo një pompozitet shumë më tepër për të ushqyer përkrasit apo militantët partijak, sesa për të menduar për qytetarë dhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prandaj duhet të bëhet një analizë me thukë në nivel rajonal. Të thuar dikujt që Bosna-Hercegovina, për cilën e mendojmë se është në një krizë ndëretnike, është parashbërjes, ka më tepër se 9 miliardë 300 milion euro eksport në vitin 2025, është diçka që do të na brengos. Të thuar dikuaj që një Bosnë e cila ka probleme të shumta, ka më tepër se 1100 brende të huaja, dhe në ato brende të huaja punojnë më tepër se 90.000 qytetarë të Bosnës dhe Hercegovinës. Besoj që kjo është substancë ekonomike, një gjë e tillë nuk ndodh në Kosovë. Unë do të isha personi më i lumtur sot që të bisedojmë edhe të numërojmë storit e suksesit, investimet e huaja, brende ndërkombëtare të cilat vinë në Kosovë, mirëpo ato nuk janë në Kosovë, janë në vende të rajonit dhe më gjerë. Duhet të ndaj një opinion për i të respekt ndaj shikuesve të juaj. Në Ballkanin Perëndimor janë 6 shtete dhe të gjitha këto shtete kanë afër 17 milion qytetarë. Eksporti në total i këtyre 6 shteteve është vetëm 49 miliardë euro, sepse mungon stabiliteti politik, mungon një dialog dhe është çdo gjë e politizuar. Slovenia ka vetëm 2 milion banor, ka stabilitet politik. Në vitin 2025 ka pas eksport mbi 75 miliardë euro.
dhe një Austri e cila e ka 9.800.000 banor ka rrit ketë 182 miliardë euro eksporte, flasin për vitin 2025. Prandaj, nëse analizohet tërësia 6 shtetet Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Serbia, Malizi, Kosova, Maqedonia, vërtet kemi arsye të jemi të brengosur sepse me qëllim apo pa qëllim Kosova është një vrim e zezë e Ballkanit Perëndimor, ku një Maqedoni ka eksporte në vitin 2025 afër 4 miliardë 600 milion euro, një Serbi ka mbi 34 miliardë euro, një Bosnë dhe Hercegovinë i tej kalon do thot 9 miliardë 300 milion euro dhe Kosova mbetet në eksporte nën 900 milion euro, që vërtet është një indikator shqetësues që qytetarët duhet ta kuptojnë sa është e rëndësishëm stabiliteti politik, sa është e rëndësishëm dialogu me sektorin privat, sa është e rëndësishëm imazhi i Kosovës dhe sa është e rëndësishme diplomacia ekonomike dhe politike e pa politizuar, por në funksion të shtetit, të biznesit dhe qytetarëve. Çka flet kjo për zotin Hekuran Murati, po ta kishe përballë dhe ti ja thoje këto shifra, po të thoshte ai se këto nuk masin zhvillimin. Çfarë do t'i thoje? Unë besoj që edhe vetë ministri nuk i beson këtyre dhanave, po i konvenojnë për momentin, sa është i vetëdijshëm cilë janë parametrat ekonomike ekzistues në Kosovë, cila është kriza që ka kaplu vendin tonë dhe një shtet që ka 27 vjet liri dhe është ndruar një shtet për të ikur apo për të larguar, besoj është përgjegjja më mirë. Mjerisht, se nga Kosova nuk ikun vetëm qytetarët e pa punë, nuk ikun vetëm skamnorët, ikun edhe familje të cilat e kanë një komoditet apo kanë një stabilitet, sepse është kaplu shteti nga ankthi, ikun bizneset dhe sot nëse shkoni qoftë në Sloveni, qoftë në Kroaci, të mos flas për Malzi dhe Shqipëri, ndër investorët më të mëdhenj janë bizneset kosovare. Prandaj në vend që të investojmë dhe të zhvillojmë një ekonomi të mirëfillt në vendin tonë, sot Kosova në shumë dimensione është ndruar një shtet për të larguar dhe kjo po ndodh. Ajo që ka është më shqetësuese nuk është vetëm analiza dhe krahasimi financiar që vërtetojnë bankat qendrore të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, po është edhe fluksi i largimit. Ekziston një largim apo një zbrazje e Kosovës në heshje që është shumë më e rrezikshme se sa egzodi. Kur ke një egzod, vret një turm, vret në madh dhe ndërmirën masa për të ndaluar, dhe kjo ikje në heshje është më e keqja që duke ndodhur Kosovës, se vërtet është diçka e tillë, dëshmon fakti që në raportet zyrtare më të reja nga Bundestagu gjerman është evidentuar që në Gjermani vetëm qytetarët e Kosovës janë më tepër se 620.000. Prandaj nuk qenë ka kjo një sifër që duhet vërtet të na shqetësoj. E di që arsyetimi institucional do të jetë që migrimi është gjatë dhe trend normal kudo në Evropë, po jo për Kosovën që është në atë etapën kur i duhet fuqi punëtore, kur i duhet rinia, kur i duhet kapitali më i shejtë që është faktori njeri. Prandaj ky është një realitet që besoj i demanton të gjitha këto fakte dhe këtë themi mbështetje jo substanciale që i bëhet Kosovës, sepse më e keqja që mund t'ja bësh një miku është nëse nuk ja thu të vërtetën, po e stilizon atë vërtet dhe e krijon vërtet një arrogancë, sepse fillon me besu që qenë ka ashtu. Po të ishte situata ashtë zymt ekonomike Gërxhaliu, komuniteti i politikanëve që qeverisin këtë vend që 6 vite, do t'ju thoshim, po të ishte situata aq e zymt, nuk do të votoshim po me këto shifra ka të mëdha. Politikisht do të përgjigjen kështu mbase. Në parë duhet të kuptohet që do thotë është grumbullu një pakënaqësi nga e kaluara, e cila u shfaq në një revolt për të ndështruar të kaluarën. E dyta, më e keqja që ndodh Kosovës është fakti që nuk ka program zhvillimor apo program politik që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit, po është liderizmi ai që e prin votën dhe orienton votën e qytetarëve. Dhe e dyta, besoj që me kalimin e kohës do të kuptohen shumë gjëra, po fakti që me vite nuk kemi institucione është rreziku më i madh se si duket është kriju një zonë e konformitetit tek masa që nuk din dhe nuk ka kapacitet të analizoj kostot oportune që i gjeneron, do thotë, kjo situatë krijuar. Sot
është shndruar në një normalitet të mos kesh funksione, të mos kesh përgjegjësi, të mos kesh llogarithënie dhe ndodh kjo që po ndodh në Kosovë, po në anën tjetër pasojat do të jenë shumë të mëdha që do t'i paguajnë gjeneratat që vinë pas neve. Jemi shumë larg bashkimit evropian, nuk ne kam pranuar atë kërkesë për antarësim, jemi larg shumë fonde dhe projekte të cilat kanë për qëllim 100 milion rrezikojmë të mos ja argëtojmë nga plani i rritjes së bashkimit evropian. Vetëm Pas kujt duket që nuk i bën përshtypje Gërxhaliu. E tëra kjo vërtet është diçka që duhet na brengos, mirë po besoj që tentativa për të shndruar shtetin në një barazi në varfëni është më e keqja që i ndodh shtetit, sepse aty nuk ka garë, nuk ka konkurrencë pozitive për të avancuar, po krijohet një komoditet, i marrë 100 euro ndihmë ose diçka dhe me këtë mashtrohen. Po ky mashtrim do të ketë efekte shumë të mëdha negative të ardhmen. Kjo heshtje, po e them ndryshe, heshtja është besoj krimi më i madh që bëhet një shteti dhe një shoqërie. Heshtja e qytetarit dhe intelektualëve është krimi më i madh që i bëhet Kosovës. Më kujtohet në vitet 90-ta kur kanë filluar tentativat për ndryshimet të kushtetutës në vitin 74, është hesht, kemi hesht dhe ka pas do thotë përplasje, a kanë drejt apo humb Kosova, apo humb Kosova, po Kosova e humbi çdo gjë dhe erdher te lufta. Prandaj besoj që kjo që duke ndodhur ndoshta dikujt i duket idilike. A situata është e rënë Gërxhaliu sot në pikpamje zhvillimore ekonomike, në pikpamje të migrimit të heshtur masiv që po ndodh dhe atyre njerëzve mbasi që kanë pozicione pune që kanë atë prejardhje intelektuale, sociologjike që nuk kam problem me akomodimin, por që përballen ndoshta me deprimim. Në rreth parë duhet kuptohet që duhet pranohet një e vërtetë e hidhur që po jetojmë në një kohë ku dijenia dhe vlera intelektuale është mallkim dhe jo aset që duhet jetë në funksion të shtetit, të shoqërisë dhe të ardhmërisë. Sot vërtet është mëkat të jetosh si intelektual në Kosovë, kur kriteri kryesor është padjenia, është servilizmi, është arroganca, është primitivizmi dhe sot është shqetësuese kur më tregojnë diplomat tjerë, kur takojnë me këshilltar të ministrave që tregojnë që kinse vlera e tyre më e madhe është që kanë rrotulluar veturat e Ulleksit, kanë rrotulluar veturat e Unmikut, kanë gjuhë gur, kanë thyr xhama të qeverisë dhe paramendo ky qenë ka kriter për të afruar dhe për të qenë pjesë e institucioneve dhe një garniturë politikanëve ndërtuar në vandalizëm është utopike të mendohet që do të sjellë stabilitet, paqe, unitet dhe sakrificë ndërtuar në kompromis. Ajo që ka mungon sot spektrit politik në Kosovë më shumti është mosdia apo mos të kuptuarit e dy fjalëve esenciale që do t'i ketë parasysh çdo politikan modern, është fjala kompromis dhe sakrificë në interes të shtetit dhe në interes të ardhmërisë. Kjo është duke munguar dhe sot shumë tepër flitet për punë, flitet për vota, flitet për pozicione, sesa për projekte të cilat do të ishin në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarit, të përmirësimit të shpresës se në Kosovë mund të jetohet dhe vërtet Kosova të shndrohet një shtet për të jetuar dhe jo një shtet për të ikur. Prandaj pasojat e një ngërçi të tillë institucional që ka kaplu Kosovën do të jenë fatale për gjeneratat që vinë të ardhmen. Kosova mbajti zgjedhje me 7 qershor. Zgjedhje të jashtëzakonshme dhe rezultati në kutit votimit thotë që partia Zotit Kurti është më e madhe sa gjithë opozita në njërën anë. Dhe rezultatin kutit votimit po del që gjitha këto diskutime racionale, kritike që përfason jo, dhe një komunitet tjetër i pakët që po pakohet, që po graviton në për studio televizive, si pas tyne po del që s'pja qëlloni. Rezultatin kutit votimit po flet ndryshe, po flet për një situatë tjetër. Si është kjo formulë, Gërxhaliu? Shumë tjerë duhet kuptohet e vërteta që është krijuar një narracion i tillë që dëshmon që kjo është epoka e Albin Kurtit. Duhet të jemi sinqert përballë qytetarëve që këto zgjedhje nuk i fiton lëvizja vendose asnjëherë. Këto zgjedhje i fiton Albin Kurti sepse është epoka e tij. E dyta, shumica prej këtyre që sot krekosen për një numër shumë të madh të votave si antar të
të partisë vetëvendosje në garë për zgjedhje, po të mos ishte lideri dhe liderizmi i quajtur Albin, nuk do të ishin të votuar nga familjarët e tyre, nga masa. Prandaj kjo nuk duhet të na habit, sepse është një euforie cila vërtet e dëshmon që është koha e tina. Ju po thoni që gjendja në terren as pak nuk është premtuese, pikpamje fillimore ekonomike, politike, e kështu me radhë. Dhe ky egzaminim situate nga ona e juaj, Goxhaliu, dhe e një komuniteti, po them të pak që po pakohet të gravitu në studiet televizive, po del që ose nuk pja qëllon në raport me situatën, ose po ja qëllon, por diçka po mungon, ose nga opozita po mungon beteja që do duhet ta bënin ndoshta Goxhaliu. E keni prek një temë shumë interesante, unë besoj që për momentin zotin Kurti mund ta rrënoj apo ta rrëzoj nga turoni vetëm Kurti dhe askush tjetër. Në rend të dytë, fati më i madh i zotit Kurti është që nuk e ka në opozit Albinin, se po të ishte Albini në opozit, situata kishme qenë diametralisht e kundër siç ka qenë të kaluarën. Dhe ajo çka është duke i shku në favor situatës aktuale është një opozit e inerte, e përqar, e pa vizion, dhe tëra kjo vetëm po e fuqizon do thotë Kurtin dhe ekipin e tij. Jeni duke vrejtur që do thotë sa i përket realitetit të krijuar në Kosovë edhe nuk i intereson shumë, sepse e ka kriju këtë momentum që është momentumi i zotit Kurti, dhe do thotë edhe pa vepru, pa thënë asgjë është fitues, sepse është kohë, është inercion i kohës. Mi po besoj që vetë fakt që tani në aspektin opozitës kemi përqarje të tilla, kemi pakënaqësi, sidomos në dy partitë kryesore, siç është LDK-ja dhe PDK-ja, besoj është diçka që është duke dëmtu atë zërin opozitar, është duke ngulfat frymën demokratike, dhe po e shihni një parabolizëm nga ana e Kurtit që përmes zgjedhjeve maratonike është duke e lodh deri në atë mas opozitën, që në qoftë se do të shkohet edhe një herë në zgjedhje, besoj që shumë prej partive politike do të jenë në krizë shumë të madhe se që janë sot. Tema presidentit të çoj realisht Kosovën në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Shihet qartë që deri tani nga partia e zotit Kurti nuk flasim për kompromis e konsenzus. Mbi një emër presidenti që do duhet që në fillim pas konstituimit të kuvendit të votohej dhe të shmangej një cikël i vimësisë, nëse më ta themi, i kësaj krize të panevojshme dhe të rrezikshme për stabilitetin edhe për ekonominë, siç po diskutojmë. Shihni se Kosova mund të shkojë përsëri në zgjedhje. Çfarë thot observimi juaj teksa është Kurtin që flet fillimisht të certifik, që flet me gjuhë teknike të komisionerëve të KQZ-s. Certifikimi, konstituimi i kuvendit, zgjedhja e qeverisë, në fund pastaj presidenti. Besoj që është momenti që po i shkon përshtat i qeverisë aktuale apo kabinetit zot Kurri, do thotë që 2 vite qeverisë në detyrë dhe po e shihni që çdo gjë është në kontroll dhe monitorim të tillë, nuk vrehet asnjë ndërhyrje apo asnjë vendim që e ka marrë që është në kundërshtim qoftë me kushtetutën, qoftë me do thotë normat e funksionimit të shtetit, emëron, zgjedh, financon, dhe tëra kjo është ajo që a dyshon çdo politikan dhe kështë duke bërë, sepse nuk i za kritik nga opozita. Nuk mahet shteti vetëm me opozitarizëm të intelektualëve dhe të analistave të ndryshëm, të cilët janë të atakuar në forma të ndryshme dhe të etiketuar me ofendime të ndryshme, po definitivisht po e përdor taktikën e zgjedhjeve dhe mungesën e planit zhvillimor, do thotë si karem për të lodhur dhe për të sulmuar në mënyrë të drejtpërdrejtë opozitën. Flet për shtetin kjo, për shtetin në esencë. Ta dhe mund bëj beteja Goxhaliu, siç po i shoh me ordinere, me platforma gati gjysmë fisnore, kush mbetet e tik nga pushteti, por për shtetin cilat janë konsekuencat për shtetin gjithë kjo krizë që i prodhon. Ju ma bani pyetjen për shtetin, po sot për shtetin nuk i intereson askujt, i intereson vetëm për pushtetin. Ka dallim substancial lufta për pushtet dhe lufta për shtet. Lufta për do thotë në zgjedhje janë 2 qëllime. Ata që i fitojnë zgjedhjet dhe dëshirojnë që të kenë institucione, e përdorin dialogun, e përdorin komunikimin, e përdorin partneritetin si mekanizëm për të dalë nga situata e krijuar.
ndërsa produkti i dytë i zgjedhjeve është lufta për pushtet dhe për një dominim. Dhe në Kosovë sot shumë më tepër ka luftë për dominim, për pushtet, sa për mbrojtur interesat e shtetit dhe për shtet. Këtë çuditërisht po e vrejnë qytetarët, po jo shumica e krejsaj, po ky është realiteti i cili ka kaplu Kosovën dhe besoj shumë e keqja që ka ndodhur frymës demokratike në Kosovë. Ajo çka po e gjeneron apo po evolos kjo politika aktuale është fakti që në Kosovë do thotë janë varros institucionet bazike që kanë qenë vlerë e kombit. Jemi jo mirënjohës, jemi jo falënderues dhe definitivisht e harrojmë dorën e shtrirë të miqve në momente më të vështira dhe tëra kjo vërtet duhet të jetë brenga më e madhe. Jo vetëm Evropa, po edhe bota nuk është më ajo që ka qenë, po e shohim që ka ndryshime dhe lëkundje enorme gjeostrategjike. Pozicionimi i Kosovës në këto lëvizje është, do thotë, një anije i vonuar thua. Absolut, pozicionimi i Kosovës është më tepër një ani që bredh diku në dallë të një dete apo të një oqeani që nuk ka orientim ka dhe ku do të shkojë. Dhe vërtet ky duhet të jetë. Se dëgjuat ministrin Rizvanollin detyrë të ekonomisë, Artane Rizvanolli, me qenë se po flet për orientimi strategjik geo-ekonomik të Kosovës në kuadër të gjithë kësaj platforme për gazin të azëm të lëngshëm Amerikan, LNG. Gjitha vendet në rajon përfshirë Bosnjën e Hercegovinën dhe Republikën Serbe të Dodikut, që nuk kishte fare nevojë të hynte në pakt me amerikanët për gazin amerikan, sepse ka furnizimin nga gazi rus. E pranoi gazin e lëngshëm amerikan dhe vetëm Kosova nuk e ka pranuar. Zonari Zvanolli po thot ne nuk i kemi thënë jo, nuk e di se si quhet, si mund quhet ndryshe kjo. Jemi duke bërë analiza e tjera që janë në rregull. Por SHBA nuk i kanë thënë asnjëherë Kosovës që të mos e bëj diversifikimin e burimeve saj energjetike, asnjëherë. Rridan është Si cilësoni s'pari këtë? Duhet të theksohet një e vërtet e hidhur që të rinjt që kanë linë në Kosovë në vitin 95, sot i kanë 30-32 vjet, që nuk kupton ajo gjenerat, nuk e din çka është lufta, nuk e din çka është terrori, nuk e din çka është skamja, nuk e din çka është uria dhe nuk e din çka është shteti. Dhe është shumë vështirë, do thotë, me atë mas të bisedosh për rëndësinë e partneritetit dhe për kontributin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve tjerë, miqve ndërkombëtar së bashku me NATO-n për shlirimin e Kosovës. E dyta, duhet të kuptojnë gjeneratat e reja që politikën amerikane që kupton gjithkush, ajo nuk është politikë. Politika amerikane mund të kuptohet pas 35 deri në 50 vite në dimension kohor, dhe jo sot, se nëse sot kuptohet parabolizmi i politikës amerikane, ajo është politikë e kafës, dhe Amerika nuk ndërtohet në mbi bazën e deklaratave dhe të bisedave nëpër kafet e Prishtinës apo të Ballkanit Perëndimor. Dhe ajo që dua të lëshoj si mesazh për shikuesit juaj është fakti që çdo herë kur kemi menduar që Amerika e ka keq, ka dalë që Amerika e ka pas me të drejtë dhe ne kemi qenë në rrugë të gabuar. Në këtë drejtim besoj që ky komoditet apo do të kjo çastje përballë projekteve edhe projekte strategjike në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës po analizohet nga një prizmë të themi ekonomik, po jo në substancë. Mi po partneriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të analizohet në disa dimensione. Është dimensioni strategjik, është dimensioni ekonomik, është dimensioni integrues, po mbi të gjitha është human, social dhe si siguri kombëtare për ardhmërinë e Kosovës. Sot, nëse analizoni vendet Ju si e keni marrë përgjigjen që ka dhënë qeveria, nëse mund ta them, vitin e kaluar, në një letër që thot zonja Rizvanolli se i ka dërguar ambasadës SHBA, thot prioriteti i Kosovës është gasifikimi nëpërmjet Thëngjillit dhe mbetën të prioriteti që Kosova të furnizohet nga platforma energjetike e Vlorës nga atje me fakti që Kosova. Si ta lexojmë këtë? Mund t'i themi po, jo, nuk e din. Fakti që Kosova nuk ka plan nacional zhvillimor ende është mëkati më i madh. Shumë në ekonomi të rajonit të Evropës dhe më gjërë e din ku janë sot, e din ku do t'jenë për 5 vjetë, ku do t'jenë për 10 dhe për 20 vjetë, dhe kjo e mungo Kosovës. Dhe mes rreshtave atë që ka mundur ta kuptoj dhe dua ta besoj që Kosova nuk e ka komoditetin dhe luksin për një refuzim të drejt për drejt nga ky projekt
amerikan, unë e shoh dhe dua të besoj se kam të drejtë që shumë më tepër një paraprpërgatitje për një kalkulim politik për ndonjë koalicion eventual si rezultat i zgjedhjeve të fundit. Ne kemi ndëgjuar shumë deklarata nga disa parti opozitare që kanë thënë që kërkesa jonë për partneritet do të jetë gazi amerikan dhe besoj që kjo do të jetë një matematik të cilën do ta përdor lëvizja vendosje, por një refuzim direkt një projekt të tillë do të jetë më e keqja që mund të ndodhë Po të ishit ju ministër, do të kishit hamendje ose kryeministër në këtë projekt tepër strategjik që siguron edhe kontinentin evropian nga dhe heq aty nga varësia e ndikimit rus. Nëse kemi Malin e Zi në NATO, e kemi Shqipërinë në NATO, e kemi Maqedoninë në NATO dhe eventualisht po t'ishte edhe Serbia në NATO, si kish me refuzu antarësimi i NATO-s i Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, çdo vonesë në miratim të një projekti të tillë është humbje për Kosovën, sepse duhet të kuptohet që esenca e dialogut nuk është vetëm bisedimi, po është kuptimi dhe nënkuptimi. Në këtë drejtim, sa më herët të jemi do të thotë fleksibil dhe pozitiv në këtë çështje, mund të pozicionohemi më mirë. Sot Shqipëria fiton më tepër se 100 milion dollar vetëm nga tranziti i gazit që shkon për Itali. Dhe nuk ishte qenë shumë me rrugës që ka qenë parapar edhe me marrëveshjen e Washingtonit në sallën ovale që Kosova të jetë një vend nga i cili do të kalojë gaz dhe ky gaz do ta furnizojë Serbinë dhe do thotë a nuk më qenë një koridor strategjik për Kosovën. Prandaj besoj që është koha kur duhet ketë një dialog që do të kuptohemi dhe do të kemi informacione, sepse refuzimi të cilin askush në mënyrë të drejtë për drejt nuk po e pranon, do të ishte më e keqja që mund t'i ndodhë Kosovës në këtë kohë. Mund të argumentohet dikush që do të kërkoj sqarime, do të kërkoj do të thotë analiza. Mi po të thuhet që në heshtje ne kemi shkruar Amerikës dhe Amerika po të ofron këtë alternativë, vërtet është një papjekuri institucionale dhe definitivisht në sytë e botës, sepse keni meqe partner, keni punuar në institucione, keni përfaqësuar interesat e qindra mira bizneseve në platforma ndryshme diskutimit, sa herë që është ideuar ndonjë ide që biznesit lulëzojt këmbej përvoja e tjera. Dhe gjitha këto lajme që i qënë Kosova, si shjen në sytë e vendeve tjera? Si një vend që refuzon, apo është një vend premtues për investimet perëndimore strategjike? Jo, definitivisht agenda politike që është në Kosovë dhe kjo ngulfaqe që duke ndodhur, duke dëmtuar Kosovën në shumë dimensione. Dhe me bëri përshtypje para sa viteve një deklarat e një ministre, nuk po e them cilin bord, kur e pyetin gazetar thotë cili është partneri juaj strategjik që mendoni me ndërtuar ardhmërinë e Kosovës, mendoj bukur gjatë dhe tha ka qenë Amerika. Gazetari përsërit pyetjen, tha ju lutem, më intereson të di, kon e keni gjetur si partner për të ndërtuar ardhmërinë? Tha ka qenë Amerika. Dhe tani thotë jemi në kërkim të partneritetit strategjik. Fakti që jemi në këto raporte me Shtetet Bashkuara të Amerikës, fakti që kemi këtë ndarje apo distancim nga Bashkimi Evropian, fakti që ndër vite kemi qenë në sanksione apo në masa ndëshkuese, vërtet është shqetësimi më i madh që mua personalisht më brengos. Nëse analizoni vendet e rajonit, të mos shkojmë më tutje, diplomacinë ekonomike dhe politike kanë armë më të fuqishme, kur është duke ndodhur apo ka ndodhur diçka në interes të Kosovës, fal ambasadat tona të ngarkuara me politikan, të ngarkuar me militant, të cilët vërtet ndoshta për herë të parë kanë dalë nëpër vende evropiane në postet e konsulit apo të ambasadorëve. Kosova për fat të keq diplomaci ekonomike në nivel diplomatik nuk ka ato. Absolut, është inekzistente. Serbia, vende tjera? Serbia tazëm me qenë se kem fqiujin armiqësor. Çfarë po bën sipas informacionit që ke? Kaloj kohë duke analizuar raporte ekonomike të vendeve të rajonit dhe aktivitetet e tyre do të thotë biznesore me vendet e Evropës dhe me gjërë. Krahasueshmërinë, po. Nëse analizon çka janë duke bërë vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, ne kemi arsye shumë më tepër për të pruar sesa për të krenuar. Nëse i analizoni vetëm agenda ditore të ministrave të punëve të jashtme të vendit të rajonit,
është vërtet diçka që të mahnit, mirë po të gjitha këto nuk bën në interes të partisë, po në interes të shtetit. Dhe në këtë drejtim, do të thotë kompani lobuse, partneriteti me miq ndërkombëtar është arma në më e Washington fuqishme e këtyre vendeve, sidomos në Washington, dhe si duket Kosova betejën e fituar në kaluar në Washington është duke humbur tani në hershje, do të thotë jo vetëm në Washington, me pasivitet diplomatik ekonomik. Absolut, me pasivitet dhe me politikë. Me mungesë lobimi. Kjo është diçka që vërtet do të na Lobi serb ka forcuar rënjet e lobimit në Washington. Nuk e them këtë vetëm unë, këtë e thënë edhe zyrtarët e tjerë, por nga vetë institucionet vendore që lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë është aq agresiv sa menja nuk ta merr. Dhe ajo çka mua më brengos fakti është që përkundër gjitha padrejësive dhe të metave dhe të këqijave që kanë bërë Kosovës nga ata që nuk ja dëshirojnë të mirës, është një pritje e çuditshme me epilogun se çka do të ndodhë në Hagë me gjykimin e krerëve të luftës. Gjykimi eventual apo dënimi eventual i tyre do të jetë hapje një kutie të Pandorës që Kosova është e paprigaditur për të parandaluar avazin e sulmeve, gjykatave dhe penale që mund ta presin, dhe në anën tjetër gjykimi eventual i tyre do të jetë një rehabilitim për gjitha krimet dhe dështimet që kanë ndodhur në qeveritë serbe do thotë viteve të fundit. Prandaj besoj që nuk duhet diplomacia ekonomike e Kosovës të matë vetëm nga dimensioni politik dhe ekonomik. I rahatllëku të njerëzve në opozita. Mirë, po duhet të luftohet, të lobohet, sepse atje nuk do të gjykohen ata, po do të gjykohet dhe do të penalizohet Kosova. Nga ajo që po thu Kosova në sot vitin 2026, këtë rriti saj diplomatik, ka abdiku me një farë mënyrë, ka heqë dorë prej lobimit edhe në funksion të kësaj teme me rëndësi për peshën historike tonë, për këtë liri, sa i përket verdiktit që do sjell gjykata, nëse e sjell në shtator, nëse nuk është hyrë pra. Unë besoj që nëse vizitoni vendet rajon, ju do të habitni që përkundër gjitha problemeve etnike, ndëretnike dhe luftave, nuk ka ndasi dhe urrejtje mes tyre çfarë ka në Kosovë, mes një populli të ndarë në parti politike, dhe kjo është brenga më e madhe. Në momentin kur thuni ne ose me ne dhe ju, është diçka shqetësuese. Prandaj besoj që Kosova nuk e ka këtë komoditet të ketë këtë përçarje, sot nuk është përçarje vetëm popullin në aspektin partive politike, po është ndërhyrje direkte edhe në familje, sa dhe familjet janë të përçara. Dhe kur e kemi këtë përçarje, është ajo makiavelliste që thotë përçarje dhe sundo. Në këtë drejtim besoj kostoja e kësaj që është duke ndodhur në Kosovë do të reflektohet në aspektin shumë dimensional në një periudhë kohore shumë të shkurtër. Kush po përkënduar nga kjo përçarje? Po, besoj që sot mbi këtë mjedis të hallakatun kulturor. Në Kosovë ekzistojnë shërbime të shumta, si ma informacione që mund t'i gjejmë në media, dhe mos mendoj se të gjitha këto shërbime sekrete aktive në Kosovë janë për Kosovë dhe ja dëshirojnë të mirën Kosovës. Prandaj nëse e kemi këtë anonimizitet politik, e kemi këtë do thotë mos angazhim, këtë mos gatishmëri, indolencë, pasivitet fon. Atëherë çka pritet kur dy luftojnë, i treti fiton. Dhe nëse dikush përçarja thua është e trishtuese. Definitivisht këtë mund ta vresh çdo kon, jo vetëm po çelja rrjetet sociale, po. Absolut. Kontakti parë që aty. Kjo është do thotë kjo është një situatë vërtet shqetësuese, si duket kriju një gjenerate e re e të shqyrquajturve patriotëve do thotë digital, të cilët kohën më të madhe kalojnë në për Facebook dhe sot tentojnë duke ofenduar, nënçmuar, etiketuar, dëshirojnë ta heshtin popullin dhe të mos ketë zë kritik. Në fund të fundit kritika është nënë të mësuarit, nuk është armiqësi. Nëse unë e bëj një krahasueshmëri të bazuar në argumente, në numra, dhe kjo dikujt nuk konvenon, dhe ky realitet shndrohet në armiqësi ndaj teje, është vërtet dëshmia më e mirë në çka dhe si është kapur nga kriza morale dhe etike kjo shoqëni në këtë kohë të trazuar. Burimet energjetike, energjia nuk është vetëm siguri, sot është çdo gjë në pikpamje të interesave strategjike globale, edhe për administratën e presidentit Trump, ashtu sikurse edhe për qeveri tjera evropiane, për Rusinë, për Kinën,
për Kinës dhe mos që po investon në burime të ripërtrishme, sepse ka një rezervat të jashtëzakonshëm për prodhimin e kësaj, një garë thjesht e madhe në botë dhe Kosova e kishte mundësinë që ndërtoj që prej parashpalljes pavarësisë të niste ndërtimin e kapaciteteve të saja energjetike, me Kosovën C, fillimisht me Kosovën e re, me kontrol global që dështoj përsëri ky investim, dhe me investime tjera që e bëjnë tregun të diversifikueshëm pikpamjet prodhimit të energjisë. Nuk bëri asnjë gjë në këtë drejtim. Përveç llafe, protesta, kampanja e të tjera, sot Kosova vitit 2026 nuk ka pavarësi energjetike. Një prej elementeve që cënon edhe sigurinë kombëtare të çdo vendi thuaj, se nëse nuk e mendon zgjidhjen e burimeve saj të furnizimit me energji. E keni prek një temë mjaft interesante në cilën kanë qenë involvuar dhe vërtet më e keqja që ka ndodhur Kosovës ka qenë dëshimi në realizimin e këtyre projekte strategjike me efekte shumë të mëdha, jo vetëm ekonomike, po edhe të sigurisë, edhe të integrimit, po në aspektin social. E kam thënë që Kosova ka humbur këtë betejë atëherë kur fillun të refuzohen projektet qoftë në 2300 MW në kohën e ministrit Çeku, qoftë në kohën kur e kanë qenë të propozuar 1500 MW, është bërë shumë më tepër loja me emër Kosovë e re, Kosovë e C, por më kujtohet kur është nënshtruar marrëveshja me Counter Global, kam qenë i pranishëm në sallën e qeverisë, më pyet një gazetar për një televizion, thotë zoti Gjergjaliu, si e vlerësoni nënshkrimin e një marrëveshje të tillë. E di që e kam thënë, është një projekt madhor me rëndësi shumë strategjike, por vështirë që do të implementohet, sepse implementimi i këtij projekti nënkupton pavarësi energjetike dhe këtë nuk e dëshiron mafia ballkanike e energjisë elektrike dhe armiqtë e Kosovës. Dhe kjo ndodhi. Në këtë drejtim është për të turpruar kur sot ishe ata që kanë qenë lobistat më të mëdhej për të dëmtuar ndërtimin e këtyre kapaciteteve duke shitur patriotizëm folklorik dhe steril që kinse ju vjen keq për diçka të tillë, është derdh para e madhe për të bllokuar këto projekte dhe këto kapacitete, sepse si duket mafia ballkanike ka qenë aq e fuqishme që ka gjetë kanalet do thotë për të dëmtuar dhe për të mbjellur pakënaqësi dhe revolt kundër këtyre projekteve. Më kujtohet një politikan që tani del në për debate të ndryshme të flet për ekonomi, ka qenë barci kryesor i pakënaqësive dhe i sulmeve ndaj qeverisë së kohës edhe në Washington. Më kujtohet në aeroport kish pru djepa të drunit të zhprast dhe ishin negociatat për financim të këtij projekti dhe ai e paraqit ke Kosovën që përmes këtij projekti po varroset rinia nuk do të ketë gjëra. Si është mendotja sot Kosova? Dhe definitivisht ku jemi sot mendotja? Cilat janë parametrat? Na jena duke jetuar në një kohë të inteligjencë artificiale, jena duke jetuar në një kohë të arritura të mëdha teknologjike, që pastrimi dhe ndotja janë problemet më të vogla. Sot shumë shtete më të mëdha në botë e pina, përdorin ujin nga kanalizimet sepse kanë filtra. Dhe në këtë drejtim shumica prej këtyre që sot e kundërshtojnë apo e kanë kundërshtuar projektin e Kosovës së re ose të Counter Global ose të Hitachi Mitsubishi të vitit 2016, e dinë që kanë qenë projektet e para për të prodhuar energji elektrike në Thëngjell pa u gjak. Ose sa prej tyre që kanë kundërshtuar e kanë ditë që ka qenë një ofertë e hapun. Kundërshtimi është bërë në hile në një lob i influencuar nga faktor të jashtëm. Absolut. Që e dëshironin Kosovën të varur nga importet. Dhe sot po varur. Bilanci këto pënxjerr. Ose për shembull më kujtohet vizita e pronarës së kompanisë më të madhe evropiane Knauf Isolation, zonja Beatrice Knauf. Kisha një takim me afër 100 biznesmen nga Kosova, partner të Knaufit. Vizita e saj kishte vetëm një qëllim, të kontaktoj qeverinë që në projektin e ri të Kosovës C apo të Kosovës së re të investoj para që hinin me automatizëm ta përdor për prodhimin e pllakave të Knaufit për ndërtimi. Dhe ai projekt ka dështuar. Dhe ti thur dikujt sot
që krejt këto kanë qenë realitet dhe negociata që kanë dështu falë lobimit të mafisë energjetike, ndoshta I duket e pabesuar, por është realitet. E vërteta që sot Kosova dyta, prodhon këta megavat me tymtarët që po shkaktojnë, s'po du të përdori fjalë të rënda, po shkaktojnë vdekjet. Në rrethana normale, po të ishin për shtet dhe për shtetit dhe për qytetarëve, këto dy termoelektrana ekzistuese është dashur të rënon që moti, sepse kanë pas projekcione gjatësia aty ashtu ka. Mirë, po sot shumë më tepër po përfitohet nga tregtia me energji elektrike sa nga prodhimi. 1 miliard euro Gërxhaliu për 6 vite. Në flasin shifrat, forte në shifrat. Vërtet shqetësuese, mirë po krahas bllokimit të prodhimit të kapaciteteve energjetike në Thëngjell, sa licenca e dhanë për energji elektrike të prodhuar në panela solar, shqiqon e Maqedoni. Në Kramovik, çka ndodhi me projektin e baterive? Investorët më të mëdhenj në Maqedoni, në panela solar edhe në energji të errës janë nga Kosova, janë duke kërku, do thot në Bosnë kanë siguru hapësira shumëta dhe sot po të investosh në Maqedoni është një mirëseardhje duke ta ofruar një letë të format A4. Shkruaj çka duhet shteti të bëj për ju dhe jo çka shteti duhet bëj t'ju pengoj juve. Në Kosovë gjithë flasin për licenca dhe për licencim, mirë po ato nuk lëshohen dhe nuk duhet të na habit fakti që sot I kemi vetëm 2 parqe të prodhimit të energjisë me erë në Kik dhe në Selac, pritet tani ta kemi edhe të tretin, ndërsa për panela për energji elektrike, panela solar lënë për të dëshiruar, shumë flitet, por shumë pak bëhet dhe pavarësia energjetike është edhe siguri kombëtare. Është shumë siguri kombëtare. Është e rëndësishme që vërtet kjo energjia dhe prodhimi energjisë elektrike po të jetë në monitorim dhe menaxhim. Çdo herë ka qenë kështu, por nuk është analizuar. Do të ishte një aset që do të ishte një interes zhvillimit. Sot fal ngritjes së energjisë elektrike dhe mbarshmërisë nga importi, besoni, po e them me keqardhje, shumë produkte made in Kosova nuk janë konkurrente në tregun evropian. Sot me konkurrues janë prodhues e metaleve dhe konstruksione metalike ose të mobileve nga Polonia, nga Rumania, nga Portugalia, Spanja dhe Bullgaria, sesa ato nga Kosova. Prandaj këto analiza do të jenë në tavolinat e ministrave, në veçanti të ekonomisë, në veçanti të ministrit të tregtisë dhe kuptohet edhe në kabinetin qeveritar. E fundit Gërxhaliu, si është sot me bë biznes në Kosovë? Të vogël, të mesëm, pse jo edhe të madh? Për fat të keq, shumë çka e keq nga Shqipëria, ose po e them ndryshe, lajmi I mirë në Kosovë nuk është lajm, vetëm lajmi I keq është lajm. E dyta, kur gjë e mirë nga Shqipëria nuk vjen në Kosovë, dhe si duket komplet ajo fryma e Shqipërisë të bëri biznes është duke u bartur në Kosovë. Për them keqardhje, unë e shoh sot realitetin në Kosovë si Shqipëria e vitit 2009, po në Shqipëri, fal integrimit ekonomike, është Shqipëria shndru në Kosovë të vitit 2020. Për të bërë biznes në Kosovë, vërtet është një situatë mjaft shqetësuese. Sfida çdo kohë në botë, po ne diskutojmë mbi habitatin tonë. Po flasim për Kosovë, ose nuk ke dialog të mirëfillt publiko-privat. Nuk I dialog të mirëfillt mes nivelit qendror dhe lokal, nuk I dialog të mirëfillt mes aktorëve social për çfarë ambienti biznesor ne po flasim. Dhe vetë fakti që në Kosovë jo që nuk kemi investor të huaj, po nuk investon edhe diaspora që në vota e shpreh dashurinë pafund për Kosovën dhe kujdesin ndaj Kosovës, po kur është në pyetje realizimi I projekteve, jemi shumë larg realitetit. Nuk jetohet nga remitancat, nuk jetohet do thotë nga gjinshmëria. Ato mbajnë fuqi vlerëse. Absolut. Neve do thotë ndoshta ky debat kishme qenë I misardhur edhe për Fondin Monetar edhe për Bankën Botërore që vërtet kur bën analiza mbi ambientin biznesor në Kosovë, të analizoj shumë parametra. E para, sa ka investime të huaja, sa kemi rritje të eksporteve, sa kemi projekte strategjike, sa kemi kryen vende të reja të punës, sa kemi inovacion dhe të gjitha këto të analizohen dhe të bëhet një vendim për rritje ekonomike dhe jo gjithmonë stabiliteti bankar dhe makrofiskal të jenë parametra të kyç për parashikueshmëri dhe për kalkulime ekonomike. Nuk jetohet nga konsumi, sa më I madh është konsumi dhe nuk ke prodhim. Ne eksportojmë para të gatshme, sa më tepër eksportojmë para të gatshme, ne rrisim varfrinë dhe krahas importit
të madrave ne importojmë edhe inflacion dhe sot edhe vetë diaspora habitet kur vjen në Kosovë dhe i sheh që shumë produkte esenciale më shtreta janë në Kosovë se kudo në Evropë, ndërsa i kemi pagën minimale tani 500 euro. Si e cilësoni këtë vendim të qeverisë? Sa është i ekzekutueshëm pa partnerë të tjerë? Si mundohet në vendim parë nuk ka, pra po e them, mungon një debat i mirëfillt me sektorin privat. Në rend të dytë nuk ka dialog të mirëfillt me sa është i ekzekutueshëm për ju? Dhe do të thotë një rritje pagave gjithmonë duhet të jetë 500 euro. Duhet të jetë do të thotë e rishikuar në mënyrë vjetore, duke analizuar me shkallën e inflacionit sa ka shoqënia apo çfarë inflacioni ka kapur shoqëninë. Në këtë drejtim ndoshta e ka rëndësinë e aspektit social, po sa ndikoj kjo tek bizneset, a do të ndikoj kjo në uljen e vendeve të reja të punës apo të zvogëlimit të vendeve të reja të punës, apo do të ndikoj ndoshta në rritjen e formalitetit apo informalitetit në sektorin privat. Prandaj besoj që në shoqëri që pretendon të jetë në familjen evropiane të ketë ekonomi zhvilluar, dialogu dhe partneriteti me sektorin privat është arma më e fuqishme që mjerish Kosovës po i mungon. A mund të themi ç'është në vitin 2026, a mund të themi ç'është dialogu më? Ç'është partneriteti? Fatkeqësisht janë shndruar në variabla të panjohura të një ekuacioni që quhet Kosovë. Falenderoj Gëzaliu për kohën. Ishte kënaqësi. Falenderoj për ftesën. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.